Selamu alaikum o gjendruar, Allah ju shpërbleft e ju nderoft. Kemi një pyetje inshallah. Kemi ardhur nga vende të ndryshme dhe jemi mbledhur sonde për iftar së bashku në një vend të largët. Desha t'ju pyes çfarë vlerë ka në Islam ky bashkim për iftar gjatë Ramazanit? A kemi shpërblim të veçantë për ata që udhtojnë nga larg për të bashkangjitur për hir të Allahut të iftarit? Si lidhet kjo me shpërblimin në Ramazan? Dhe me forcimin e vëllezërisë, Allah i rujtje e nderoft, Allah i shpërblet o gjendruar. Sa e përket pyetjes, çështja e iftarit, në hadithin e saktë, të cilën e përmeni kujtë edhe Hoxha Valen gjatë ligjëratës, ose Hoxha Shashjon e për tynve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ai që e ushqen një agjërus, e ka shpërblimin e atij sa ka pasaj për vete. Po kjo çështja e parë. Çështja e iftareve, çështja e thirrjes muslimanëve, çështja e përgjigjes në ftesa, çështja e tubimit, çështja e përgatitjes ushqimit, të gjitha kanë mbështetje në sunetin, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për të gjitha këto veç ka shpërblime. Ushqimin ja ayuhan nas at'imu at'am. Në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë njerëz jepni ushqim njerëzve. Në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wala ya'kul ta'amaka illa at-taqi. Mos ta hanë ushqimin tënd dikush tjetër përveç se të devotshmëve. Dhe këto janë dy çështje të cilat unë i shoh të vllaznit edhe i kam po sonte. Ju i shihni se disa bojnë iftare me qafira. Me thirrve që kanë farpozitë të kufrit, edhe e bojnë iftarin e madh, edhe e bojnë shpenzime të moja, në ato iftare nuk thirrin fukara, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka llogarit iftarët të mallkuara, ato iftare të cilët bojnë veç me elitat njerëzve, kinse elita se elita Allah subhanahu wa ta'ala ka llogarit tjetër kanë. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala thonë më i nderumi, më i miri për juve te Allah subhanahu wa ta'ala është ai që është më i devotshëm, ky është më i miri. Dhe nëse i shihni iftarët të vllaznive, në ato që duket qartë, alhamdulillah nuk është asnjë qafir në ta. Kjo është begati, kjo është nimet. Wala ya'kul ta'amaka illa at-taqi. Mos ta hanë ushqimin tënd që është qafiri që bën kufër në sabah akşam. Hajde me thirr ty iftar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Çfarë kutësie është me nuk është ky iftar fi sabilillah. As nuk ka të bëj kur gjë me për hir të Allah subhanahu wa taala hiç. Për shkak se iftarët të cilët janë për hir të Allah subhanahu wa taala janë me zgjedh besimtarët. Me zgjedh ata të cilët janë të devotshëm. A kanë farpozite as kanë kjo s'është më rëndësi hiç për neve. A kanë pasuni as kanë kjo s'është më rëndësi hiç për neve. Nëse kemi thirr në iftar dikon që ka pasuni për shkak pasunisë vet, që muna me fituna diçka pesaj, kjo nuk ka për hir të Allahut. Nëse kemi thirr në iftar dikon që ka në farpozite që mundet me të ndihmua në herë kur ki nevojë, kjo nuk ka për hir të Allahut, po është për çat interesin për cilën e ke thirr. Nëse ke thirr me dal tani me të kallëzuar që filoni ka bënë iftar, ka pas këto, asnjë për këtyre nuk den në fund që është për hir të Allahut. A di se iftari është për hir të Allahut? Që ke thirr do vllazni që kur gjë pyetynve nuk fiton këtë dynjë, hiç kur gjë, hiç s'ka. Fitim kur gjë dynjos, por ka fitim të ahiretit. Fitimi i ahiretit në një kush e ushqen në agjërus, edhe pse alhamdulillah tash nuk është problemi me ushqyje dikon se kret ka njerëzit, alhamdulillah. Por ushqimi apet e ka shpërbimin e njëjtë. Kush do që ushqen një agjërus, musliman, edhe në koftaj multimilioner shpërbime të kje, sikur e ka agjëruar këtë komplet ditën e vetë. Edhe kretë agjëruzve, kretë shpërblimet e tyre.
me ditë mirë kuptimin, për shkak se na i dina argumentet, por nuk e dina thellësinë e tyre. Ebu Bekri radhiyallahu anhu i ka lexuar çeta argumente që i lexojmë na, veç se ai i ka ditë kuptimin më shumë dhe ka punu më shumë. Me ditë na vlerën thellë të iftarit, kërkush nuk pranon me kontribuat dikush për iftar. Jo, hiç, unë vetë du më bë. S'len, kërkon. Po kur kena dobësi tash më thon, "Valla, mund është ti më dhon pak, mund është më dhon pak me i lut." E njëjta gjë sa për me kuptu është në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për vlerën e thirrjes së ezanit, për sahabët kanë bogara kush po shkon i pari me thirrje ezanit, se kanë ditë cili është fitimi. Janë shtyje kush po shkon përpara me dhon fukarave, ata që kanë pasë, kanë ditë që është fitimi. Sahabët edhe ata kanë qenë të ndonë në dy kategoritë të pasur dhe të varfër. Ata që kanë qenë pasur kanë ndonë shumë. Dhe nëse i keni lexuar dhe me siguri i keni lexuar historitë e sahabëve, ata për në kanë ndonë shumë. Kur kanë ndonë shumë për fukara shumë, e kanë ndonë gjysmën e pasunisë, këtë pasuninë. E kanë shku fukarat të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, moj dërguri i Allahut. Pasuni po falën që po falmi na, po agjërojnë që po agjërojmë na, po bojnë haqë që po bojnë haqë na, këtë punë që po bojmë na, ata po japin na s'kena me dhonë, ata po shkojnë në xhenet më larg se na. Kanë zënë neve diçka që të bëjmë na, që të mujna në zonat e në, masi s'po kena mundësi me dhonë. Këtu është ajo pyetja e sahabëve, masi s'po kena mundësi me dhonë, se me pas mundësi me dhonë, se kishim lëshuar udhën atë në hiç. Po s'po kena mundësi atëre, a mundesh më na mësua diçka? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar bënë që do, bënë që dhikr, kur kanë një të posonik, të kanë me bëdha ata. E kanë tash ta kanë shkuar, po të dërgoi Allah të bëdha ata tash me bëjnë, e bashkë më bë mo. Allah e ka dhënë, dikush e ka njoft mirë kuptimin e argumenteve, edhe ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala mundësinë vet. Niftar hiç mos më përzi kërkosh, unë e heki vet. Po shkak se nuk është që s'kena mundësi. Se 100 njerëz që agjerojnë, me bë një iftar mesatar, mundesh me bë me 500 euro. 500 euro nuk janë fal shumë pa arritshme në mesin e vllaznive tonë që e dim parafarsisht se që funksionojnë me bë një herë në vit është Ramazani. Wala yakul ta'ama ka illa at-taqi, dhe çështja e dytë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mos ta hanë ushqimin tonë që tërkush, përveç kush i devotshëm, kush musliman, mos jepni ushqim shit njerëz që si bën sejdë Allah subhanahu wa taala, nuk e madhron Allah, i bën shirk Allahut, e mohon Allahun në tona zezat, më dhan iftar. A di çfarë është shumë është e keqe, shumë është e neveritshme është. Sigurisht që bëj kjo ofertën kredi për Bajram, po japni a di në shumë pa lidhje. Se kjo shumë kesh alë pjotëmi iftar një mushriko, shumë këtë larg kuptimet të argumenteve. Ato e më taam, jep një ushqim. Ushqimin e agjerusit këshjep, mërë se va përso ka pasaj për agjerim, po la e kul taam me kele të qi, mës të hanë në ushqimin të në kështë qëtërve se ata cilët janë të dëvëshëm, kurse në dëvëshëmërin, vitë në basë asaj që e shumë, se në zemrat e njerëzve nuk i njohmina, nuk i dim. Kjo se e përket atinve që kanë bë ushqimin, se e përket pasaj tjerve që kanë ardhë, me lena Allah subhanahu wa taala të gjithë bën pjesë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se cili ka përmend hakun e muslimanit ndaj muslimanit. Kanë ardhur hadithe të ndryshme, në disa raste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hakut e muslimanit është 5, disa ka ardhur 4, disa ka ardhur 6, të gjitha janë haket të muslimanit ndaj muslimanit. 3 hakut të muslimanit ndaj muslimanit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është përgjigje në thirrjen e tij. Kur thirr një vëlla musliman, këtë rast për iftar, është obligim me u përgjigj. Përveç nëse ka arsye të pranuara, atëre pa bë Allah se smuj. Por nëse s'ka arsye të pranuara, është obligim me u përgjigj. Ta shkryerja një obligimi përgjigjes në ftesë, më herë është sevap, më herë është problem. Kushdo që çon në vend një porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sa ka thonë, kur t'ju thirr
dikush për muslimanëve në ftesë përgjigjuni, kush i përgjigjet më nere ka shpërblim në pjesë me hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe rruga që ka ecë, edhe shpenzimet që i ka bo, edhe koha që e ka qu, e të bimi që ka nejtë me musliman, edhe derset që i ka ngu, fjallët e mira, edhe përshëndetjen që ka bo me musliman, edhe plët kret për këto, me lejnë e Allah subhanahu wa ta'ala ka shpërblim. Për këtë, mundohuni që me bo sa ma shpesh e sa ma shumë, iftare me njerëz të cilët janë besimtarë, me njerëz të cilët agjërojnë Ramazan e falin namazin, me njerëz të cilët e madhrojnë Allah subhanahu wa ta'ala dhe distancohen nga çdo adhurim tjetër përveç adhurimin dhe Allah subhanahu wa ta'ala dhe përgjigjen këto ftesa, për shkak se në ato ka hajr, ka dobi, mësohet fjala e Allahut, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, takohen muslimanët, njihen, krijojnë lidhje, bojnë edhe çështje të dunjas, lidhjet e tyre me punët e tyre dhe plot çështje tjera. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.